Ambasadoria e Japonisë në Maqedoninë e Veriut, Kawahara Setsuko, në kuadër të projektit Read Japan, dhuroi rreth 200 libra për bibliotekën Max van der Stoel në UAJL. Këto libra u dhuruan fal fondacionit Nippon të Japonisë, i cili kontribuon në përmirësimin e mirëqenies në Japoni dhe jashtë saj dhe promovon shkëmbimet kulturore dhe ndërkombëtare. Setsuko deklaroi se projekti Read Japan ka filluar në vitin 2008 dhe grupi i synuar janë të rinjt. As the main target group of this project is young students. Me qenë se grupi kryesor i synuar i këtij projekti janë studentët, hulumtuesit edhe liderët e opinionit, UAJL, i cili është një nga universitetet më të njohura të këtij vendi, është destinacion i përshtatshëm dhe i mrekullueshëm për këtë projekt. Përzgjedhja e librave është e mirëmenduar, ofron tema të ndryshme si nga Japonia tradicionale dhe moderne, ekonomia, diplomacia, siguria, historia dhe filozofia, deri tek letërsia dhe manga. Edhe pse sot mund të gjejmë gjithçka në internet, përvoja e leximit është diçka shumë e veçantë dhe personale. Gjatë ditës së sotme, ambasadoria Setsuko vizitoi edhe shkollën fillore komunale Kirili dhe Metodi në Tetov. Drejtoresha e kësaj shkolle, Sihana Kaba Kasami, deklaroi se vizita e ambasadores u realizua për shkak se kohë më parë Japonia ka dënuar mjete financiare për këtë shkollë, me të cilat janë realizuar disa investime. Sot është një ditë paksa e veçantë për shkollën tonë, nga që në vizitë kemi ambasadoren e Republikës së Japonisë, zonjën Kawahara. Është domethënë privilegj dhe nder që ta kemi sot në mesin tonë. Domethënë ardha e saj është për shkak se në vitin 2022-2023 shkolla jonë fitoi një grant, një donacion nga ambasada e Japonisë, edhe e bëm ndrimin e gjithë dyerve dhe dritareve këtu brenda në shkollë, donacion nga populli japonez edhe ashtu nga Republika e Japonisë. Domethënë vizita e saj sot është për këtë qëllim. Përndryshe, Kawahara Setsuko erdhi në postin e ambasadores së Japonisë në janar të këtij viti. Kawahara theksoi se Japonia e konsideron Republikën e Maqedonisë së Veriut si një partner të rëndësishëm që ndan vlerat themelore dhe personalisht do të bëjë çmos që marrëdhënie dypalshe të zhvillohen edhe më tej.